Një zjarr i rënë rreth orës 10:15 minuta në lagjën Partizani, në një godinë të vjetër, la të lënduar një 80 vjeçar. Si pasojë e pësoi djegje dhe përfundoi në spitalin rajonal të Shkodrës, ku ndodhet nën kujdesin e bluzave të bardha. Shërbimi zjarfikës mbërriti menjëherë në vendin e ngjarjes duke për të mundur shuarjen e flakëve, ndërsa grupi hetimor po punon për përcaktimin e shkakut të rënies së këtij zjarri. Në 24 orët e fundit, specialistët për hetimin e krimeve në Shkodër proceduan penalisht një 40 vjeçar pasi dyshohet se ka vjedhur disa pajisje në banesën e një 41 vjeçari në lagjën Manush Alimani. Ndërsa një i moshuar 71 vjeçar u procedua pasi nga kontrollet e kryera me OSHE në banesën e tij u konstatua lidhje e paligjshme energjisë elektrike. Ndërkohë në Velipoj një 66 vjeçar u procedua nga specialistët e qarkullimit rrugor pasi duke drejtuar automjetin ka humbur kontrollin dhe përpasoj është përplasur me një pemë. Nga aksidenti është dëmtuar lehtë bashkëshortja e tij pasagjerë në automjet. Materialet për këtë rast i kaluan prokurorisë së Shkodrës për veprimet mëtejshme.